Cilësia e futbollistëve të Kosovës, çfarë premton kjo përfaqësuese, duke pasur parasysh në fakt unë përmend vazhdimisht këtë ditë sepse realisht më bëri shumë përshtypje deklarata e presidentit Ademi që ka një listë me 168 futbollistë, secili i gatshëm për ta veshur fanellën e përfaqësueses së Kosovës. Pra përveç këtyre 23, 25, 26 që i ka vazhdimisht shumë futbollistë. Po. Ka me të vërtet, plus që kanë emigruar jashtëzakonisht shumë shqiptarë nga Kosova në Europë, djemtë e tyre aktivizohen skuadra shumë mira, kështu që edhe ndjesia për të luajtur për Kosovën është e madhe. Po ta shikojmë edhe dje ishin Zhegrova dhe Rashica për shumë lojtarë që janë me vërtet nivelit lartë, ishin në bankinë, që do të thoja ta kesh atë luks nuk është pak, kështu që mendoj që edhe në të ardhmen Kosova do ketë patjetër prurje, siç e ka thënë dhe presidenti Ademi, e rëndësishme është ndoshta meriton dhe një stadium modern, infrastruktura përmirësohet, pastaj Kosova ka për me pas edhe në të ardhmen mendoj shumë një skuadër të denjë. Komplimentet do t'i bëj edhe trajnerit jashtëzakonisht, është që i ka sjell aty, është edhe merit e tij, ka merit shumë madhe, sepse dihet në vendet e Ballkanit do të kemi një dorë pak më të fortë, siç janë, po themi, mentaliteti gjerman ose austriak, të cilët është pjesë e tyre dhe përcjellën dhe ke skuadra, për me qenë edhe të disiplinuar në stërvitje dhe gjatë ndeshjes, kështu që me këtë trajner shpresoj që do qëndroj aty, mendoj që do qëndroj aty dhe pastaj ndoshta kualifikohen për Europian. Ato tha, unë ta kam ardhur këtu për të kualifikuar Kosovën për në Europian, gjëra tha rrodhen çik më shpejt, sa edhe gati ka për botrorin. Kjo hyri pa radhë. Po, shumë e vërtet, sepse edhe koha që ka pas trajneri dhe po themi ecuria që ka pas skuadra ka qenë jashtëzakonisht shumë e mirë, por prap janë këto tipa trajnerësh edhe ai në qasën e tij, unë kam punuar edhe me zëvendës trajnerin e tij, i cili ka qenë këtu në Hanover, ku kam luajtur unë, mundohen ta mbajnë skuadrën me këmbë tokë edhe mos fluturojnë, po themi se kjo është prap një tendencë që kanë prap vendet tona që me një sukses, po themi, knaqen dhe vinë në komfort zone. Futbolli është shumë, po themi, dinamik, shumë i shpejt, nga ndeshja në ndeshje, ndryshojmë dhe qasja, ti mund të bësh shumë mirë, pastaj mund shkojnë dhe gjëra për keq, nëse ti nuk je fokusuar këtë gjë, bëjmë trajnerat në përgjithësi në perëndim ose me mentalitetin si janë. Kam përshtypjen kuptohen edhe mirë me futbollistët e Kosovës, se me Shqipërinë mund të kishte edhe më shumë probleme, se ata të lindur dhe luajnë në Gjermani, në Zvicër, pra kanë edhe të njëjtin mentalitet deri diku me trajnerin. Shumë e vërtet, po ta marrën edhe tre lojtarët e Hoffenheimit, cilët janë gjermanofolës, ka edhe një farë fryme pozitive dhe po në fund fare trajneri është ai që vendos, trajneri është ai që jep drejtimin dhe ai po e bën këtë gjë shumë mirë dhe mendoj që do ta bëj. Është prapë me këmbë tokë, nuk është i kënaqur. Mendoj vetëm me kaq. Natyrisht është për të komplementuar, por ka ende punë. E vërtet, tani, e përmend pak Franco Foda, Leno Stol e Don Zhegrovën, ose aktivizon shumë pak në minutat e fundit, një lojtar që luan tek Juventusi, pra duke parë se atje luan pak, në kombëtare luan pak, e kundërta ndodh në Shqipëri, nuk luan fare, por në kombëtare luan gjatë gjithë kohës. Pse kjo qasja është qasja e duhur, nuk kemi mundësi, kapacitete, apo diçka filloi të çedoj tek Silvinho, nga Silvinho i parë që erdhi se kush është në formë do futet në ndeshje, tek Silvinho i ndeshjes së fundit që kush s'ka luajtur asnjë ndeshje ishte në ndeshje. Trajnerët janë pak si çuditshëm, po ashtu si dhe lojtarët. Kanë ato idetë e veta. Unë i qëndroj edhe unë asaj para se të vinte Silvinho në kombëtare, kam thënë që lojtarët që janë më në formë duhet të aktivizohen edhe më shumë në kombëtare, sepse kur ke minutazh në këmbë, ke, po themi,
vetë besim, atëherë do të lush, do të aktivizosh të lojtar, por secili trajner ka idetë e veta dhe vendoj dhe pavarësisht se ne nuk dolëm të kënaqur nga ndeshja me Polonin, po prap unë po ta shoh në tërësi prap Silvinho ka arritur të shkojë në kampionat evropian me skuadrën tonë, pavarësisht se unë s'kam qenë dakord gjithmonë